Shirat e vazhdueshëm të rënë gjatë muajit maj kanë krijuar pasoja në sektorin e bletarisë, duke qenë se periudha përkon me çeljen e luleve, reshjet e shiut kanë penguar mizën e bletës të mbledhin nektar. Fiqeri Spahiu nga fshati Treni Dibrës prej 20 vitesh merret me mbarshtimin e bletarisë. 50 vjeçari kalon në emigrimin dhe është përkushtuar totalisht këtij sektori, me të cilin mban familjen. Sa i përket prodhimit të mjaltit për këtë vit, Spahiu shprehet se shirat e rëndit të fundit kanë qenë në dëm të bletarisë, pasi ka dëmtuar pjalmin e shumë luleve që kishin qelur. Unë ka gati 20 vjetë. Që merrem, kanë qenë në emigrim, jam kthy dhe merrem me bletari dhe bujqësi. Me bletën po, se është pasion i veçantë. Ka ato prodhimet e mjalti, populisi, qumshi bletës, që hinë ke mjekësia, dhe më thënë, për shnetin e njeriut. Me bletën dhe përkushtim shumë të lartë, përse është delikate ndaj helmeve, smundive, ndryshimi i klimës, ndikojnë shumë të bleta. Ky vit është pak i dobët, ka është i qik me vonesë, problemi i kullatës. Veç natyrës, bletarët po përballen edhe me një tjetër problem, atë të spërkatjeve me helm të kulturave buqësore të ndryshme, kryesisht të pemtarisë. Sipas 50 vjeçarit Fiqeri Spahiu, spërkatja me helme bëhet në kohën kur bleta është në kullot dhe dëmton atë. Ai kërkon që shteti dhe institucionet e bujqësisë të ndërhyjnë në këtë drejtim, duke këshilluar apo vendosur kritere për kohën e spërkatjes së pemëve frutore. Ajo është shumë problem për ne, për arsye se spërkasim pa kriter. Ka një rregull, zbatimi nuk bëhet, se çdo njeri ka mendimin e vet, dhe mosdia që dëmton bletën, do të ndërhyjë shteti, për shembull agronomin, ose të shkruhet një ligj apo një rregull që do të bëhet spërkatje vetëm mbasdite. Po mbasdite bleta kthehet nga kullota dhe mund të spërkatësh, nuk ndikon ke bleta, domethënë, se nuk kullot gjatë natës. Kështu që deri në mëngjes kur të dal bleta, ajo është shpërbërës i helm. Na ndihmojnë për shembull veterinarët, mendimet e tyre ose laboratorët për smundjet ose problemet që ka bleta. Bëjmë dhe këshillime, po më shumë vetë, nga eksperiencat që kemi, i bëjmë në bazë të kriterave që ka bleta, bëjmë atë kurimin e... Subvencionet për bletën janë rritur këtë vit, por bletarët kërkojnë më shumë mbështetje në këshillime nga specialistët se sa mbështetje monetare.